Kemi ndjekur muzikë, jemi sërish në studio, sërish në momentet e verandës sonë, sepse do të flasim tashmë për punësimin dhe jashtë vendit. Në këtë kohë krize shumë studentë përfundojnë studimet e tyre, por në fakt nuk arrin dot që të gjejnë një punë, edhe pse mund të kenë një CV shumë të mirë në profesionet përkatëse ku kanë përfunduar, por gjithashtu kemi edhe profesionistë të cilët aktualisht nuk po gjejnë dot veten. Kemi të ftuar sot zotin Ermal Jauri, i cili është menaxher i përgjithshëm i një zyre punësimi këtu në Shqipëri. Përshëndetje, kënaqësi që ju kam në studio. Faleminderit për ftesën. Do doja fillimisht të pyes se si po duket ambienti i studios, pastaj të vazhdojmë të flasim për punësimin. Mund themi i manishëm, sidomos prezenca e luleve, viti i ri. E këndshme. Mirë. Sepse fillimi mbar gjysma e punës, thoni juve, kështu që flasim fillimisht për studentët. Nëse ka metoda që aplikohen sot dhe ju si zyra punësimi shërbeni si ndërmjetës në mënyrë që ata të gjejnë veten jashtë të Shqipërisë. Kur flasim për punësimin, është çështja më delikate dhe sidomos kur i referohemi studentëve. Gjë e parë që një student, qoftë gjatë periudhës së studimit për një punësim part-time, qoftë pas periudhës së studimit, gjë e parë që një student përballet tek një punëdhënës, kushdo qoftë ai, është eksperjenca punës. Pra nuk mund në çdo vend që do të aplikosh, realiteti është që kërkohet një eksperiencë pune. Si mund ta fitojë këtë eksperiencë pune një student i cili studion për 4 vite apo 5 vite apo 6 vite? Kleçka. Kjo tashmë është plotësisht e zgjidhshme, po themi para 5 viteve nuk ishte e zgjidhshme. Tashmë ka një sër programesh të cilat integrojnë studentët për të qenë të përgatitur për të bërë ballë kësaj kërkese punësimi në përfundim të studimeve. Dy janë programet kryesore për student, i cili njëri është internshipi ose stazhet e punës e thënë në Shqip, dhe është edhe një program tjetër që quhet Work and Travel, që është vetëm në Amerikë për studentët shqiptar, pasi është në gjithë botën, por për studentët shqiptarë është në Amerikë. Dhe ky është një program tjetër që studentët shqiptarë gjatë 4 muajve të verës kanë mundësinë që shkojnë dhe punojnë në një kompani në Amerikë. Atje punojnë kundrejt sigurimeve shoqërore, në fund pajisën me një certifikat, me një referencë punësimi, dhe kur kthehen atë 4 muaj që kanë punuar e kanë një plus në CV-n e tyre. Dhe po ta llogarisësh gjatë 4 viteve të punë, gjatë 4 viteve të studimit, nga 3 muaj apo 4 muaj, gati në fund të studimeve dalin me një vit eksperiencë pune, që më përpara nuk ishte mundur kjo gjë. Programet e internshipit janë stazhet e punës të cilët edhe kjo zgjat nga 2 muaj deri në 6 muaj apo një vit në varësi të kohës që studenti apo i sapo diplomuari ka në dispozicion. Internshipi ndryshe nga Work and Travel është vetëm për ato që janë me statusin student. Pra, janë student, shkojnë, fitojnë një eksperiencë pune dhe kthehen në Shqipëri me atë eksperiencë pune dhe eksperiencët që fitojnë ato e hedhin në tregun shqiptar. Ndërsa, internshipi është edhe për ato të sapo diplomuar, të cilët nuk kanë patur mundësinë që gjatë viteve të studimit të kryejnë një praktikë të tillë, të kryejnë një work and travel apo të kryejnë një stazh apo një praktikë tjetër pune. Atëherë këto student me të përfunduar studimin mund të shkojnë jashtë shtetit. Neve kemi praktika internshipi dhe brenda vendit, por në të dy rastet mund të shkojnë bëjnë një praktikë pune, e cila është me pagesë ose pa pagesë në varësi gjithmonë të ofruesit të punëdhënësit, dhe kur kthehen me një certifikat për stazhin që kanë bërë, me një referencë pune ku është pasqyruar dhe me numrin e sigurimeve shoqërore kontributet që ato kanë hedhur. Pra, dalin në treg, le të themi, me diplomën dhe me një eksperiencë minimale një vjeçare. Dy programe shumë të mira të cilat aplikohen, në fakt duhet të aplikuar dendur, por është në varësi të dëshirave të studentit. Si i paraqitet aktualisht kërkesa e tyre? Absolutisht po. Realisht kërkesa, për të qenë sinqert, ka goxha. Problemi është i kriteret. Domethënë, këto programe, edhe pse janë shumë të bukura, edhe pse janë shumë të mira, kanë disa kritere. Kriteri parësor nëse bëhet fjalë për jashtë shtetit, le të themi work and travel apo internshipi, minimali është niveli gjuhës angleze. Niveli gjuhës angleze është parësorja që kërkohet pasi dhe puna ku do jetë është në nivel ndërkombëtar, është international. Është një kriter bazë edhe për studimin në universitet aktualisht. Absolutisht. Dhe sot le të themi edhe një punë çfarë do në Shqipëri pa gjuhën angleze nuk mund ta aplikosh dot. Kështu që po kriteri tjetër për shembull për programin work and travel është dhe nota, do të jenë student të mirë. Punëdhënësit, nga që është programi i shkurtër, 4 muaj, nuk ka kohë që të merë dhe të trajnojë një student i cili nuk ka një etik pune, nuk ka një, le të themi, një eksperiencë ose një formimin bazë të tij profesional. Pra kërkohet dhe një nivel i ngritur, i lartë i studentit, me një notë mesatare le të themi mbi 8. Dhe pse notat nuk është se janë gjithmonë treguesi i formimit të gjithshëm, por që absolutisht jo. Po të bazohemi në realitetin. Notat nuk është treguesi i formimit të përgjithshëm. Ai mund të ketë nota jo të mira dhe mund të jetë shumë profesional. Por në moment që ballafaqohesh me dokumentacionin e tij, juve nuk e dini se kush është personi. Është vërtet. Dhe prandaj referohet te këto. Por gjithmonë vendimtarja për përzgjedhjen e këtyre aplikantëve, për përzgjedhjen e këtyre studentëve nuk është
lista e notave apo nuk është dokumentacioni, është intervista. Pasi gjithçka realizohet ndërmjet një interviste në radh parë në zyrat tona dhe më pas nga vetë punëdhënësi. Ka pasur edhe raste që kanë qenë student me nota shumë të mira dhe nuk e kanë fituar kontratën e punës, por e ka fituar një student që ka notat pak më të ulta, por ka qenë më i shkathet, ka qenë më profesional në gjatë intervistës së tij. I duhuri, sepse tamam i duhuri. Dhe realisht edhe intervista e punësimit është art më vetë, le të themi. Nuk mund të jesh shumë i mirë, por nëse nuk je në gjendje që të reklamosh produktin që ti do t'i japësh asaj kompanie, nuk mund të të punsoj kush. Normale, sepse do të gjendesh përballë situatave të ndryshme, në punë të vështira ndoshta apo edhe të thjeshta, por që ti duhet ti kalosh me sukses të gjitha. Puna është totalisht ndryshe nga shkolla. Shkolla na formon teorikisht, praktikisht na ndërton në profesionet tona përkatëse na ndërton puna. Nuk do të flasim vetëm për studentët, por do të flasim njëkohësisht edhe për personat të cilët janë aktualisht profesionistë. Por ajo që i bashkon të dy dhe që është shumë e nevojshme është dokumentacioni. Cilat janë hapat që duhet të ndjekin ata për të pasur mundësi që të punojnë jashtë shtetit sot? Po. Janë dhe në këtë rast janë dy rrugë. Është një rrugë kur është një vend, një pozicion pune vakant, ka kritere dhe gjithë secili është i hapur në online, gjithë secili aplikon duke parë vetë aplikanti kriteret. Në moment që aplikohet, janë dokumentat bazë që është CV-a, një fotokopje e të gjithë diplomave, dëshmi, çfarë ka, dhe ajo çka është më rëndësishme dhe që neve e kemi si kriter kryesor në agjencinë tonë, është referencat e punës. Është një praktikë që në Shqipëri fatkeqësisht në vitet e kaluara nuk është ndjekur, nuk është dhënë shumë, nuk praktikohet shumë referenca e punës. Po të flasim në botën jashtë Shqipërisë, po të flasim në karriera ndërkombëtare, referencat e punës janë parsore. Mund të kesh një student i përkryer, por nuk ecur gjatë punës. Mund të kesh një student i përkryer, por nuk je i rregullt dhe profesional në punë. Kështu që referenca e punëdhënësit të kaluar është faktor kyç në punësimet jashtë shtetit. Mënyra tjetër është kur nuk ka një pozicion pune vakant dhe nuk ka kritere. Atëherë neve si zyrë ndërmjetësimi kemi një database ku të gjithë të interesuarit për punësim aplikojnë, sjellin CV-të tyre bashkë me një fotokopje të këtij dokumentacioni që unë sapo përmenda. Dhe këto hidhen në database. Në moment që lirohet ose një partner i joni ofron një vend pune vakant dhe thotë dua X numër punonjësit në këtë profesion nga Shqipëria. Atëherë neve automatikisht nuk bëjmë rekrutim të personave të cilët nuk kanë aplikuar më parë në agjenci. Fillimisht shikohet database-i. Shohim kush janë ato aplikantë të cilët kanë aplikuar dhe të cilët qëndrojnë janë në database, janë në pritje të një punësimi. Në qoftë se në këtë database nuk kemi asnjë aplikant i cili plotson këto kritere që ka vendosur punëdhënësi, atëherë nxirret njoftimi për rekrutim. E kuptova. Cilat janë shtetet që i mirëpresin më tepër shqiptarët për të punuar atje? Do thoja një profesionist i mirë do të punonte në gjithë botën. Nuk ka një prirje të veçantë që fjala vjen një X shtet i mirëpret më shumë se sa një Y shtet, absolutisht. Në qoftë se kemi le të them një inxhinier shumë të mirë. Në moment që unë e hedh të CV në database, janë vetë punëdhënësit partnerët që e kërkojnë, edhe pse ndoshta nuk kanë një pozicion vakant në momentin që flasim, në moment që shohin që kandidatura është perfekte për një punë të tyre që mund të jetë dhe në të ardhmen e afërt, atëherë janë ato që kërkojnë, nuk janë unë ai që ofroj. Mirë, midis meshkujve edhe femrave, cilët janë ato që aplikojnë më tepër për të gjetur punë jashtë vendit? Nuk mund të bëhet një ndarje shumë precize, megjithatë. Shifrat janë pothuajse të parafërta. Varet nga pozicionet e punës. Le të themi për shembull për pozicionet inxhinier, meqense e mora si shembull, ka më shumë meshkuj të cilët aplikojnë për punësim. Po të bëhet fjalë pastaj për pozicione administrim zyre apo ekonomist, financier, etj. Janë më shumë femra të cilët aplikojnë, të cilët kërkojnë. Por kur bëhet fjalë për përzgjedhje nga punëdhënësi, nuk ka një kriter që dua 3 meshkuj, 2 femra, le të themi. Kriteri është i hapur, duan profesionist, duan të zot, nuk ka rëndësi se çfarë gjini ai përkatëse. Në fakt, personat që kanë shkuar, kanë punuar atje, si kanë mbetur? Kanë mbetur të kënaqur dhe ka pasur raste kur janë kthyer në Shqipëri dhe kanë kërkuar edhe një herë rinovim të kontratës me kompaninë në të cilën kanë punuar? Në çdo aplikant që neve kemi, është shumë e rëndësishme neve lidhim një kontratë me aplikantin që në hapet e parë të aplikimit. Dhe kontrata është që aplikanti bie dakord që do të respektojë këtë kontratë pune dhe në përfundim kontratës do rikthehet në Shqipëri. Kjo është shumë e rëndësishme për të paraprirë ndonjë neglizhenca që mund të bëjë një aplikant duke qëndruar më shumë se sa që lejohet. Dhe në qoftë se një aplikant, ne deri tani nuk kemi pasur një rast që një aplikant të
punësohet, të shkojë mbarë kontratë e punës dhe të vazhdoj që ndrojë atje. Sepse nuk është në interesin e tij, sepse humbet gjithçka. Neve kemi shumë aplikantë të cilët kanë mbaruar kontratën e punës në Gjermani, në Amerikë, në Kanada dhe janë rikthyer në Shqipëri dhe kanë kërkuar rinovim kontrate. Objektivi jonë në momentin e rikthimit të tyre në Shqipëri është të gjejmë një vend pune të mirë në Shqipëri, me qëllim atë eksperiencë pune që ato kanë fituar për një viti, le themi në Amerikë apo në Kanada. Ta përdorin këtu. Ta përdorim neve në Shqipëri. Na duhet dhe neve, nuk duhet që punonjësit apo profesionistët tanë më të mirë t'i largojmë nga Shqipëria. Objektivi jonë si agjenci është që këto profesionistë të shkojnë dhe të rrisin aftësitë e tyre profesionale dhe këto aftësi profesionale t'i shfrytëzojmë neve në vendin tonë. Por normalisht ka vende, ka raste që janë ofruar kontrata më të mira nga punëdhënës të huaj sesa punëdhënës shqiptar dhe si rrjedhoj janë pranuar. Krahasimisht me vitet e mëparshme, si paraqitet sot interesi për zyrat e punës, zyrat e punësimit që janë ndërmjetëse për këto personat që punojnë jashtë shtetit? Do thoja që po shkon drejt një kulture e cila po bëhet e domosdoshme. Dikur nuk ishte rëndësia një zyre punësimi, do më shikosh si një zyrë punësimi nuk mund më punësoj mua. Dhe një kompani çfarë do brenda apo jashtë vendit e kishin i rekrutonin vetë punonjësit e tyre. Por me kalimin e kohës, qoftë kompanitë kuptuan që rekrutimi vetë nga ana e tyre është humbje kohe, për arsye se duhet punësojnë 2-3 veta që të merren me rekrutimin, ndërkohë që në rastin konkret ato punësojnë një agjenci. Më kupton? Dhe për aplikantin, po në këtë rast, është që dikur është shumë e vështirë që të shkoj vetë në kompani, të aplikoj vetë drejt për drejt, dhe është më thjesht nëpërmjet agjencisë, ku agjencia edhe e orienton e para përgatitet se ku do të shkoj, për çfarë po aplikon, cilat janë kriteret, çfarë duhet bëj ai atje. Pra, shkon me një vizion më të qartë. Dhe do them që interesi për zyrat e punësimit për ta krahasuar me 2 apo 3 vite më parë është rritur ndjeshëm. Pra ka filluar një kulturë ndryshe e vetë shqiptarëve, të cilët kanë filluar të aplikojnë një lloj si në vendet e tjera të botës. Këto do thoja. Si gjithë botën, nuk mund të aplikosh direkt te punëdhënësi, vetëm nëpërmjet një zyre rekrutimi shtetërore apo private çfarë do qoftë, ajo varet nga ligjet në fuqi. Mirë, ne nuk bëmë ndarje në shteteve, por në fakt një ndarje midis Europës dhe Amerikës. Kë parapëlqejnë shqiptarët? Amerika është vend i premtuar, do thoja, por në anën profesionale pëlqimet janë për kontratat në rastin konkret. Nuk shikon kush vendin. Shikohet kontrata, cila kontratë ofron pagën më të mirë, kushtet më të mira, pozicionet më të mira. Vitin e kaluar kontratat më të mira kanë qenë për në Amerikë. Si vjet kemi një rritje të ndjeshme të kontratave në vende të ndryshme të Europës, siç është Gjermania për shembull, që ka kontrata që afrohen. Po, e vërtet. Ju falenderoj shumë për prezencën në studio, besoj se ishte mjaftueshme. Kam përshtypjen informacion që kemi dhënë përmes transmetimit tonë të drejt për gjithë studentët, gjithashtu edhe profesionistët që kanë dëshirë jo vetëm të punojnë në Shqipëri, por njëkohësisht edhe jashtë vendit, nëse ndjejnë se atje janë akoma më të vlerësuar, pse jo? Patjetër. Faleminderit juve për ftesën. Miq të dashur, momenti që të kalojmë tashmë në publicitet, më pas të rikthehemi me pjesën tjetër të programit Agon në ekranin e Albanian Screen.